Jemi rikthyer në pjesën e dytë nderuar televizionist. Vapa vazhdon është shtrënguar shumë, siç ju thamë. Baton një shtrëngim i madh i vapës. Edhe një lloj peshku e lexova unë, që fjet kanë thellësitë më të mëdha. Peshku i vdekjes, si quhej, dhe flinte kështu vertikalisht në thellësi. Dhe shkencëtarët nuk e kishin dalë të coptuar e kështu, dhe rreziku i fatkeqësive bëj eminent, sikur do të vi ngjarje të çuditshme do vinë. Po me ç'po ndodh edhe me qenjet tona, me njeriu. Nuk ka ngjarje më të çuditshme se këto tonat mos ke merak. Përveç tonave tuaj, domethënë sa do të vinë nga natyra tu aty, baton, nuk vinë më të çuditshme. Edhe kjo mund të jetë e vërtetë. Tani jemi rikthyer nderuar të shikues, siç u tham, siç e kemi zakon tani jemi te pjesa politike. Njëre kemi për para pjesën e parë, pastaj të dytën tjetër. Pastaj edhe se i ndryshojmë, sipas rëndësisë që kanë. Po, të dyja janë të barabarta. Si, thash një rëndësi dhe dy të barabarta. Në fakt janë dy të barabarta, nuk është se ka njëra rëndësi, Do të flasim tani për gjërat më të fundit që kanë ndodhur. Do të flasim për Erion Veliajn që kërkoi të lirojë, por nuk e dëgjoi njëri fare. Bëri kërkesë, ankimim me para. Tha, edhe para mund të përdoreshin në këtë rast që të lirojë. Se sa nuk e di, po e lanë dorë gjykatës, më duket, me sa kuptova unë. Dorë gjykatës? Po. Ata nuk e pranuan punë leku, edhe vazhdojnë të jemi një gjendjen e mëparshme. Do flasim diçka për këtë. Po tjetra, janë hapur shumë kutit nderuar të shikues. Kuti e madhe. U mbyllën, u hapën. U numëruan, u mbyllën, u hapën prapë. U hap dhe fieri sot. Do ta kemi këtë se është e rëndësishme. Po me partitë e reja që ndodhi do themi në një në pjesën fundore. Në pjesën e parë unë kisha të ftuar Lapajn këtu, folëm gati një orë. Ai tha gjatë e veta. U përpoj të thoshe në një edhe kështu, se me thënë të drejtën nga më të suksesmit ka qenë, edhe si demagog, dhe më thënë që i bënte popullata e donte Lapajn shumë. Po, ti ke bon derë me atë epiteti. Po për... Dhe i mirë e mori. Po pra. Tani, Entona Bilekaj, faleminderit, Baton Axhiu, Andi Tela, faleminderit, Leonard Mitro, kryeredaktori me CNTV, faleminderit. Në lidhje direkte do kemi Klodiana Lala, nëse do na flas fare pak minuta për Veliun sot. Dhe Luan Baçin që ta kemi për pyetjen e hapjes skutive. Do flas nga fieri ky, gjatë. Gjatë jo, po. Klodi, mirë mbrëma. Mirë, vapë, në lagja tënde, në duket se i kënë periferi dhe janë një 7 gradë më pak. Në qendër është gradë e madhe. Ndërtimet e mëdha, në qendër gradët janë ngritur shumë. Tani, sot Erion Veliaj mbeti në burg. Hyri në gjykatë dhe mbeti gjykata tha jo, dorëzoi dhe leke kështu. Çfarë ndodhi konkretisht dhe pse gjykata e refuzoi kërkesën e tij? Mundet ta dim tani? Nuk ishte një kërkesë klasike siç parashikon Kodi i Procedurës Penale për zëvendësim të masës së sigurisë. Ligji detyron prokurorinë e posaçme që çdo 2 muaj të japë informacion përpara gjykatës për persona që kanë nën hetim. Në rastin konkret, këtë veprim hetimor dhe gjyqësor, prokuroria e posaçme e ka kryer në një seancë të zhvilluar në muajin prill, ku në atë kohë informoi gjykatën për të gjitha veprimet paraprake hetimore të kryera ndaj zotit Veliaj, kryetari i Bashkisë Tiranës, bashkëshortes së tij Ajola Xoza, si dhe 6 biznesmenëve të cilët janë nën hetim nga ana e prokurorisë së posaçme në të njëjtën çështje, për veprat penale të korrupsionit dhe të pastrimit të parave. Sipas ligjit, kur prokurorët ose gjykatësi paraprak konstatojnë që prokurorët nuk kanë më veprime hetimore për të kryer, mund t'i urdhërojë ata që të shkurtojnë kohën e hetimit ose nga ana tjetër të vlerësojë edhe masën e sigurisë. Gjykata shkallës parë qëndroi mendimi që masa e sigurisë për zotin Veliaj nuk duhet të ndryshonte, pasi nuk kishin ndryshuar kushtet dhe kriteret mbi bazën e cilave kjo masë ishte caktuar. Të vendim të gjykatës së shkallës parë, pra të gjykatës së posaçme, zoti Veliaj e dërgoi në apelin e posaçëm, pra ushtroi ankim ndaj këtij vendimi dhe tha që nuk ekzistojnë më kushtet e kriteret dhe krahas informacionit 2 mujor që duhet japin prokurorët e posaçëm, të rishikohej mundësia për zbutjen ose zëvendësimin e masës së sigurisë për të, duke arsyetuar se nuk ekzistonte asnjë kusht apo kriter që ai qëndronte në masën e parabugimit, pra në arrest me burg,
dhe të kthehej në detyrën e tij si kryetari i Bashkisë Tiranës, duke arsyetuar se është i zgjedhur vendor e për këtë arsye nuk ekziston më risku të prish provat apo të intimidoj dëshmitarët. Sigurisht gjatë seancës së ditës së sotme, ku ishte i pranishëm vetëm avokati i zotit Velie, sepse kryetari i Bashkisë nuk ishte preferuar të merrte pjesë në këtë seancë, nga ana tjetër ishte i pranishëm biznesmeni Elmana Bule dhe avokatja e tij. Avokatët kanë insistuar që masa për zotin Veliaj të zbutet, duke dhënë si opcion ose alternativ edhe garancinë pasurore që e ka vendosur që në krye të herës, por pa specifikuar një shumë përkatëse, duke lënë këtë shumë në vlerësim apo në çmim të gjykatës. Megjithatë, gjykata arriti në konkluzionin që zoti Veliaj duhet të vijojë të qëndrojë nën masën e sigurisë arrest në burg, me arsyetimin që ekzistojnë kushte dhe kritere, pra thënë me fjalë të thjeshta, ka ende veprime hetimore për të kryer, ka dyshime të arsyeshme që zoti Veliaj mund të intimidojë dëshmitarët apo mund të prish provat, për sa kohë që nësa i lirohet nën masë më të lehtë sigurie, mund të ushtrojë funksionin që ka patur dhe për këtë arsye kam potencialisht mundësi për dëmtuar edhe provat. Pra pak a shumë kjo ishte seanca, edhe pse gjykata ka dhënë vetëm dispozitivin, pra ka shpallur vetëm vendimin, por nuk ka dhënë të arsyetuar të gjitha pikat apo të gjitha provat ku është bazuar për ta lënë fuqi këtë vendim. Ndërkohë që nga ana tjetër, biznesmeni Abule u la në masën e sigurisë arrest në shtëpi, sepse kjo masë nga arrest me burg në arrest shtëpi është zbutur që në krye të herës kur ai erdhi në gjykatën e apelit. Tani si vendon se ti kupton mirë aty të gjendja e spakut e këto, Klodi, si do vej kjo halli i Veliut? Mendon ti Tani zoti jo për të hedhur fallë, po si do vej se për shembull thonë që në gjykatën e lartë mund ta lirojnë. Jo, pyetjen tuaj. Atëherë, dëgjoj, përgjithsisht përpiqem që të ndalem te provat dhe faktet dhe të mos aludoj për çështje të cilat janë shumë sensitive, në rasti konkret rasti i zotit Veliaj apo çështja e zotit Veliaj. Zoti Veliaj ka një betejë shumë të madhe me gjykatën e lartë, e ka dërguar rekursin atje dhe kundërshton masën e sigurisë arrest në burg. Të njëjtin veprim kanë bërë edhe të dyshuarit e tjerë, sepse janë edhe një sër biznesmenësh dhe bashortja e tij. Gjykata e lartë deri tani në praktik ka treguar që nuk i ka zbutur masat e sigurisë, referuar rastit zotit Berisha, referuar rastit zotit Meta. Megjithatë, kjo është hera e parë që një zgjedhur vendor, sikurse është rasti i zotit Veliaj, të jetë arrestuar në detyrë dhe parë në këtë aspekt, gjykata do të jetë përpara një dileme shumë të madhe, sepse zoti Veliaj, ndryshe nga të gjithë personazhet apo funksionarët e tjerë, është i vetmi arrestuar gjatë ushtrimit të detyrës. Nëse kthehemi pas në kohë, që nga Lefter Koka, Alçi Bllako, Ilir Beqaj e tjerë me radhë, zoti Berisha apo zoti Meta, të gjithë kanë qenë jashtë ushtrimit të funksionit. I vetmi që ka qenë në detyrë ka qenë zoti Veliaj dhe gjykata e lartë tej të tjerave, pra tej dyshimit arsyeshëm që duhet vlerësojë nëse ekziston apo jo, provave dhe fakteve që ka prokuroria, duhet të marrë në konsiderat edhe pjesën e funksionit që ai ushtron, sepse deri më tani zoti Veliaj është zyrtarisht kryetari i Bashkisë së Tiranës. Nëse humbet betejë me gjykatën e lartë, të gjitha gjasat janë që paraburgimi për zotin Veliaj të zgjatet minimalisht deri në një vit, sepse më pas duhet të rifillojë me zëvendësim masash dhe është një histori krejt tjetër në raport me atë çfarë ka ndodhur me personat e tjerë nën hetim. Ndërkohë që po të marrim në konsiderat veprat penale për cilat ai dyshohet, siç është korrupsioni apo pastrimi i parave, në të gjitha rastet praktika e spakut, gjykatës posaçme, por edhe deri në gjykatën e lartë ka treguar që të gjithë këta persona, pra kategori qofshin zyrtarë të lartë apo persona të tjerë që kanë ushtruar funksione të ndryshme, kanë mbetur në masën e arrestit me burg. Ka patur raste vetëm të jashtëzakonshme, siç janë sëmundje të rënda apo kur kanë patur fëmijë të smur dhe në ngarkim, që gjykata ka qenë më tolerante ndaj tyre. Kështu që parë në këtë aspekt janë këto dy momente që mund veçoj pa bërë asnjë aludim dhe duke qenë shumë korrekte si në raport me ligjin ashtu edhe në raport me situatën. Ndërkohë që në rastin e zotit Veliaj, situata është pak më e rënduar për të, sepse zoti Veliaj, ndërkohë që ishte në paraburgim, s'pak ngriti pretendime që ai kishte dirigjuar sulme ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve nga burgu. Dhe në këtë aspekt, ky është argumenti thelbësor që prokurorët e posaçëm janë duke insistuar ose duke e përsëritur seancë pas seance për ta mbajtur atë në masën e arrestit me burg. Klodi, faleminderit shumë, të shkëputëm në këtë moment, po e vështirë me temperaturat e të gjitha, dhe takohemi misionin e ardhshëm. Faleminderit, natën e mirë bashkë. Pra, me shpjegimet që morëm dhe nga zonja Lala, po dhe nga që kemi dëgjuar për gjatë ditës,
Erion Velia është duket si një dëshpërim të madh paton tani. Atëherë. Nuk e duron dot shumë burgun. Burgun nuk e duron dot gjithë, po ky veçanërisht. Tani por ndërkohë ky drejton me TikTok. TikTokun tani drejton bashkinë. Ka filluar të. Atëherë, unë po mundohem pak në faza me sqaru këtë që ka ndodhë me, ose që ndodhë me njeri unë politik në kur ballafaqohet me gjyqin. Jo gjithmonë prokurorët dhe gjyqtarët kam frikë nga njeriu politik, edhe pse shumë herë për ta vendoset nga politika, qoftë me vota, qoftë përmes institucioneve të cilat janë kolegjeja tjera që zoti përmend. Po çfarë ka ndodhur realisht dhe pse është në këtë situatë Erion Velia? Faza e parë është sulmi, arroganca politike për të individuar një proces. Se njeriu politik e kërkon ose gjithmonë është i pafajshëm në diskursin e tij kur ballafaqohet me gjyqin. Dhe nuk ka bërë disa analiza, se përveç që është proces gjyqësor, rasti Erion Velia e ka dhe një ekuilibër sociopolitik. Dhe me thënë, nëse kemi dy raste, çfarë është zoti Ilir Meta, që ka qenë president i vendit, dhe zoti Sali Berisha, që gjithashtu e ka një pozicion të lartë sociopolitik, ose shoqëror politik, si doni, ata janë në një proces ku gjykata ka qenë e pamshirshme me rostin Ilir Meta. Dhe, për të krijuar një ekuilibër besueshmërie, kjo gjykat, do me thonë, askush se ka pritur që kjo gjykat që do të lironte sot Erion Velin. Do me thonë, do të me qenë një rast këti veçantë, ku pavoqia gjykatës me argumente dhe fakte është atë që e vogël, sa që të lirohet Erion Velia. Tash, kur të hymë të këto problemet e drejtave dhe lirive të njeriut, që dikush do të mbrohet në gjyq, nëse dy njerëz të opozitës, që nuk kanë fuqinë e pushtetit dhe ndikimit në institucione, mbeten në burg dhe nuk respektohen çështjet e drejtave dhe lirive të njeriut që ata të mbrohen në arrest shtëpiak, as ma pak është e pritur që kjo të ndodhë me Erion Velin, prandaj unë as nuk kam dyshu, më falë, ta keq përdorë njëse, unë të thash në telefon, na nuk mund bisedojmë për lirimin e Erion Velis, po mund bisedojmë pse është ky proces, sot me mëngjes kur kemi biseduar. Dhe unë e kam ditur që kur të përgatitëm për këtë debat, fundi është kësaj, fundi logjik, edhe kjo është tash. Po tani ka dhe fundi logjik këtu, ndonjëherë. Nuk asnjë mundësi s'ka. Sikur mos kishte proces Ilir Meta edhe Sali Berisha, do të kishim se nuk do të kishte hatër mbetje edhe një njeri do të mbetej për hir të drejtave dhe lirive të njeriut, ose për gjëra tjera, edhe në arrest shtëpiak. Nuk kam pritur një vendim tillë. Ajo që është me rastin e Erion Velis, është zgjedhje në Tiranë. Ajo që realisht... Do kalojmë të kjo pyetje e dytë që ka mund të kjo. Qa do ndodhë me... A do bënë zgjedhje në Tiranë? E, po tash, kjo është... Apo do të drejtoj nga TikTok-u ai? Kjo është ashtu problematike. Pak, do me thëmë pak fjallë, si që foli si Sabatoni, dhe të kthemi të kjo pyetje që është e rëndësishme. Një për TikTok-un. TikTok-u është i ndaluar në Shqipëri, e dini me. Ne ka ndaluar e dirama. Nuk është... Nuk u hap prapë, ja. Por e përdor Erion Veliej. E përdor, ja. E përdor nga zyra shtypit. Që në fakt është e Andojla Ristanit, nuk është Erion Veliej. Kështu që këtu kemi një ngëshetim të ca pushteteve të cilat luftojnë njëra tjetrën, dhe që në fakt që edhe këtë rezultatin e çoroditur që nuk na lë të kuptojmë se çfarë ndodh. Erion Veliej me ligj, në mungesë të 3 muajve në punë bashki, do të mos jetë më kryetar bashkie. Këshilli bashkiak do të ishte mbledhur. Jo, do vim te kjo. Po të themi pak gjëra tani që pretendoj që do lë. Po këtë kemi si pyetje shumë të rëndësishme. Një nga gjërat që Spaku, një nga arsyet. Ose kalo, dakord. Që Spaku kërkon që Veliej të jetë, jo, nuk po zgjatëm te kjo, po do të them, po e përmend vetëm si fakt. Një nga arsyet që Spaku kërkon që Veliej të jetë në burg, arsye kryesore, është se ai është kryetar bashkie. Në momentin që ai del nga arresti. Prish provat e gjitha. Vion të prish. Bën rrezikshmërinë, nëse do kishte dhënë dorëqen ose do të shkakuar. Dhe përderisa të mbani Ilir Metën e shkak të mungesës. Po.
në moment që e jep dorëheqjen, kjo rrethana bie. Mund dalin rrethana të tjera për ta mbajtur në burg, por kjo bie, që është rrethana kryesore. Pse se jep dorëheqjen Veliej, ose pse nuk e shkarkojnë Veliejin, sepse Këshilli i Bashkiak është me shumicë socialiste. Ose pse kryeministri nuk kërkon presidentit dekretimin e shkarkimit, ose ta shkarkoj vetë, siç është ligji për pushtetin vendor. Këto janë pyetje që ne nuk i dim. Sepse ne nuk e dim çfarë planë ka Rama për zgjedhjet e pjesëme lokale në Shqipëri. Kur të dim të planë, do e kuptojmë se çfarë marrëdhënie do mbajmë me Veliej. Deri tani dim që Veliej dhe Rama janë në një fazë karshilliku, në një mediat Veliej sot për shembull ne shikonin se si fshesi për fulluskën e ndërtimit, e cila ishte duke rënë, ndërkohë që bëi gjyqin në gjykatën e lartë për masën e sigurisë Veliej. Që kjo fulluska e ndërtimit do bjerë se bankat duhet japin llogari, Banka e Shqipërisë nuk do të lejojë më këtë që po ndodh. Po banka mori dhe një masë që jep më kredi kështu për. Që na pra, gjitha kjo është pjesë e një lufte të brendshme që ne nuk e dim në çmas është dhe deri ku ka shkuar dhe çfarë rezultati do ketë. Ju besoni ka një luftë që Rama do fitojë. Ka vërtet një luftë brendshme, besoni jo? Pse Spaku çash, është pjesë e luftës brendshme. Nëse ju e shikoni Spakun si është një institucion pavarur, atëherë ne fillojmë bëjmë se tjetër. Spaku është pjesa e luftës brendshme, pjesa që është i kontrolluar nga Rama dhe përdoret nga Rama për këdo, kundër gjithkujt. Qartë. Se nuk ka një standard, për shembull zoti Berisha nuk ka masë arrest me burg. As arrest shtëpie. Nuk ka. Ka një masë të lehtë, për Ilir Meta ka një masë të rëndë, sepse Ilir Meta akuzohet edhe se ka kërcënuar dëshmitarët nga Shpaku, ku bëhet fjalë për këtë ka qenë Mailën e tjerë, që është masë më e rëndë, ndërsa për Sali Berisha nuk ka. Për Erion Veliejin ka një akuzë që ka kërcënuar hetuesit e dëshmitarët. Pra, këto janë ato standardet që ka përdorur Shpaku. Tela? Ne shohim statuset e zotit Veliej në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram. Dhe e dim shumë mirë që ndoshta nuk është ai që e shtyp telefonin, por tekstet i përgatit ai. Kur e shën TikTok, atëherë ti mendon se kjo është një lloj sfide. Pra TikToku është i ndaluar dhe ka ndaluar kryeministri, dhe ti nga burgu po sfidon. Po sfidon duke përdorur TikTokun, dhe mesazhet që ai përdor në TikTok janë komplet ndryshe nga mesazhet që hidhen në Facebook dhe në Instagram. Kjo përsa i përket mënyrës se si ai lëshon mesazhet nga burgu. Tjetra që ka lidhje me edhe me atë që po thoshte Klodi, zoti Veliej po pret vendimin e gjykatës së lartë për masën e sigurisë. Nëse do lexoni me kujdes vendimet e shkallës së parë dhe të apelit, zbardhjen e vendimeve për masën e arrestit, aty e kupton fare mirë që në gjykatën e lartë ai nuk ka asnjë shans që të përfitojë lirim. Nuk ka asnjë mundësi, sepse dhe në shkallën e parë dhe në shkallën e dytë të apelit, mënyra se si kanë argumentuar masën e arrestit në burg pa afat, ka lidhje me të gjithë precedentet e mëparshëm. Dhe gjykatën e lartë. Precedentet e mëparshëm në bazë të vendimeve të gjykatës së lartë. Çdo kënd, kryetar bashkie, ish president, ish kryeministër i kanë lënë në burg me argumentin se nuk ka arsye për të lënë të lirë. Këtu po deshe dhe rastin e zotit Beleri, që është më i veçantë, pra ishte në prag të marrjes së detyrës, u zgjodh dhe kërkoi thjesht të shkonte të bënte betimin dhe të kthehesh prapë në qeli për të firmosur varësin e tij në detyrë. Dhe ati nuk e lanë këtë drejtë, thënë, për interesat e hetimit dhe të Spakut ti duhet të qëndrosh në burg. Zoti Veliej përtej të gjitha këtyre ka në kurriz edhe argumentin që ai ka sfiduar drejtësinë, ka sfiduar prokurorit, ka sulmuar gjyqtarin, ka intimiduar të gjithë dëshmitarët. Kështu që e kemi thënë disa herë më parë, as gjykata e lartë nuk ka për të liruar dhe zoti Veliej edhe procesin gjyqësor do ta ndjek nga qelia. Mitro? Po, në kontekst të kësaj logjike, kërkesa e zotit Veliej për të ofruar garanci pasurore në mënyrë që të fitoj të paktën lirin me arrest shtëpie, dukshëm tregon se të paktën nuk do ndodh ajo që mund kishte shanse minimale të ndodhte, që zoti Veliej të kthehej në një penduar të drejtësisë, edhe kësaj të tregonte një lloj bururie politike, e cila mund të ishte më shumë në shërbim të vendit dhe të interesit publik. Shtuar kësaj logjike dhe narrativën që zoti Veliej, ndryshe nga opozita, nuk trajtohet nga partia e tij si një i burgosur politik.
si zoti Rama, ashtu dhe kolegë të mazhorancës, si thuash, e kanë lënë fatin e zotit Veliajt në duart e drejtësisë. Kështu që mendoj që zoti Veliaj është i vetëm në këtë betejë dhe nuk ka shumë pak shanse që të rinovohet politikisht. Pastaj shtuar dhe logjikën e zotit Haxhiu që thotë se trajtimi i zotit Veliaj është në një farë mënyrë një peshore politike kundrejt procesit ndaj zotit Meta dhe zotit Berisha. E vërtet. Atëherë këtu vim në përfundimin që edhe drejtësia, si thuash, ka një lloj dirigjimi që Jo, se nuk pajtohem këtu se drejtësia megjithatë është edhe një farë e mban një farë ekuilibri politik që mos shkakton disbalancë. Se pa marrë parasysh që neve na duket se drejtësia është peshore 100%, megjithatë nuancat për të ikur edhe për plasjeve publike, edhe demonstrimeve, edhe tjera kur ti privilegjon tjetrin, janë arsye pse ka kësi vendime. Se një procesi gjyqësor i kushton, po themi, në jetën publike, o me pak që ta mban një të fajshëm edhe deri në një moment caktuar në netime dhe jo në arrest shtëpiak, se sa që ta liron dhe dy të tjere të mbeten në burg dhe të krijon pak knatësi të madhe që gjykata nuk ka peshë dhe mundësi ta mbaj këtë po themi presion publik. Paramendojeni si kur të liroj sot Erion Velia, çfarë do të ndodhte me njerëzit të cilët kanë dyshim në spakun, edhe për faktin që janë dy liderë të opozitës në një proces hetimor dhe gjyqësor. Prandaj, ndonjëherë procesi sociopolitik është dyshimi dhe spaku nuk është që kontrollon Velia. Dyshimi dhe spaku është që kontrollon Rama. Ja, pra, nejse, unë këtu s'kam, në këtë raport është kështu, që Rama si e do Velien, jo si e do, kush që influencë ka Velia dhe spaku ose që ka pasur. Velia pretendon dhe që kishte një influencë në ato përgjime që kanë dalë, por faktikisht tregoi që nuk ka influencë dot, sepse Rama ka komplet spaku në dorë. Kur i duhet diçka e bën më njëherë. Po, atëre pyetja që unë kam, që të ikim nga kjo pjesë, se kemi 2 momente tjera të rëndësishme, a do të bën zgjedhjen e Bashkinë e Tiranës? Po. Duhet bën. Po. Dhe kur do bën këto? Na fatet me këto si jemi? A me fol me ra? Atëherë, shikojni se çfarë po ndodh të hapja kutive. Do më thënë, e kemi një opozit, pasaj të vite të pse do të këtë zgjedhje në Tiranë. E kemi një opozit që thot nuk i pranojmë zgjedhjet. Ylli. Po? Edhe mos pranimi i zgjedhjeve e ka epitetin më të lartë negativ që është epiteti forcës elektorale, ose forcës zgjedhore. Këtë epitet ja ka dhënë opozita zgjedhjeve të 11 majt. Por në të njëjtën kohë e kemi një problem tjetër. Si është e mundun që epiteti forcë elektorale është aq i fuqishëm dhe opozita kërkon hapjen e kutive. Kandidati për kryetar i opozitës Belin Kolliçi, në mënyrë feminore, kërkon mandatin e 14 të Ilirit në Tiranë, në intervizë dhe në prononcime publike, dhe në të njëjtën kohë thotë se na këto zgjedhje janë forcë. Të dyjat nuk shkojnë bashkë. Janë aq kontradiktore, sa që kjo parti realisht e ka humbë edhe rrugën, edhe diskursin publik se çfarë kërkon, edhe besueshmërinë. Nuk mund të krijosh besueshmëri me kontradikt. Dhe hapja kutive i konvenon vetëm një partije politike. Parti Socialiste. E para e tregon se është e hapur për të numëruar se cilën vot. Ja jep hapësirën Partisë Demokratike për të fuqizuar liderin e partisë, të cilën Partia Socialiste e don me çdo kusht, ajo Sali Berisha, se vetëm me të e kanë lehtë çdo fitore. Dhe natyrshëm, duke i përdor këto,
po shkon nga dalë të një proces të konsumuar të opozitës dhe kryetarit saj Sali Berisha për të hyrë në zgjedhjet lokale në Tiranë. Dhe kur të hyrë në zgjedhjet lokale në Tiranë, atëherë gjithë shka që ka bërë opozita për të sulmuar, për të quar farsë, kanë ra poshtë për shkak kontradiktës e tyre dhe kërkesave kontradiktore. Dhe këta njerëz të opozitës nuk i kuptoj çka donë. O zgjedhjet janë farsë dhe nuk i pranojnë, o nuk kërkojnë numërimin e votave, o kërkojnë numërimin e votave dhe i japin një epitet zgjedhjeve. Po duket sikur një gjithë thjesht po kërkojnë ata baton. Jo, ata nuk po dinë çfarë po kërkojnë. Legitimitetin e Sali Berishës, si kryetari i Partisë Demokratike, sepse zgjedhjet janë sënuar gjithë. Edi Rama Rama e ka dërguar ai nga lart e kemi mision tani. Edi Rama një gjë ka bë. Të vazhdoj doktori. Edi Rama Duket mua. Atë që dikur ishte beteja për vullën, Edi Rama tash e ka ndru pja legjitimon atë që dëshirojnë militantët, por jo një pjesë e madhe e qytetarëve dhe popullsisë së Shqipërisë. Ja ku e keni Sali Berishën dhe me Sali Berishën dhe me cilin do kandidat të opozitës në Tiranë, dihet kush fiton. Në bazë të ligjit kur duhet të shkojmë në zgjedhje? Në Bashkinë e Tiranës. Tani, aty ka dy pika. Pra një pik që e artikulojnë edhe këshilltarët e opozitës në Bashkinë e Tiranës është që Erion Velie mbi 3 muaj nuk paraqitet në detyrë. Dhe me këtë argument Këshilli Bashkiak mund të kërkojë shpalljen e vakancës, pra s'kemi kryetar bashkie, t'ia drejtojë kryeministrisë dhe kryeministria Edi Rama të vendosë që nuk ka kryetar bashkie në Tiranë dhe të kërkojë presidentit shpallje zgjedhje. Por këtu ka një ngërç dhe këtu ka dhe një lloj precedenti, themi. Zoti Velie vërtet nuk paraqitet në detyrë mbi 3 muaj. Por nuk është se nuk paraqitet me dëshirën e tij. Po, për shembull larg qoftë njëri mund ta vrasin dhe ai nuk paraqitet në detyrë mund të rrijë gjithmonë ajo. Por ai Burgosin dhe kjo është po, më dëgjoni sekondë. Tu s'ka ngërç. Jo, ka. Ai mund të thotë që unë dua të shkoj në detyrë, po s'po më lën. Presidenti kujt ishte? Zoti Berisha, kur kishte debatin për mandatin e tij, pra kaluan 6 muaj që ishte në arrest shtëpie. Berisha ka drejt për gjitha gjërat më. Jo, po një sekondë pra. Ore, doktori ka të drejt për çdo gjë që thot më Otela. Pra, dakord. Ajo është tjetër gjë. Po flasim për rregulla tani. Por kur në parlament u kërkua që të deklarojë përfundimin e mandatit të tij sepse kishte 6 muaj që nuk shkonte në kuvend, kryetari i kuvendit me konstitucionalist argumentoi që zoti Berisha do të vinë në kuvend, por nuk e lë masë e arrestit. Është me arsye. Kështu që me këtë argument nuk mund t'i digjet mandati. Me këtë argument, si precedent, mund të thuhet dhe zoti Velie do të shkojë ta vazhdojë të bëjë detyrën, por nuk e lë vendimi i gjykatës. Kështu që në këtë pikë, Antoni po thot munges me arsye, dakord. Po nëse ti mungon gjithë vitin me arsye, nuk quhesh në shkollë më fare. Atëherë këtu përfundon, themi, misioni i Këshillit Bashkiak dhe hyn në lojë kryeministri Edi Rama, po mund vendos vetë si kryetari i Këshillit Ministrave që zoti Velia i ndërpres mandatin dhe deklaroi zgjedhje, por vetëm ai mund të thotë që ka vakancë. Zotëri, mandatin e atit Veriut e di kur e shkarkoj e bëri. Sa transmetova unë videon, Bashkiaku si e kishe? Gjicit. Po, sa unë kam mbaruar unë programin e i e bëri shkarkim. E shkarkoj 2 orë mbasi doli videoja. Por ndërkohë vetë ai kishte dhënë dorëheqjen pak përpara. Gjici kishte deklaruar që unë e lë mandatin, pastaj erdhi vendimi i qeverisë. Edhe ka kompetencë direkte. Pra ai ka kompetencë. Po të them që Këshilli Bashkiak ndoshta thotë zoti Velia do të vinë detyrë, por nuk ka mundësi të vijë. Atëherë prandaj them që topi kalon te zoti Rama. Ai duhet vendos tash, do vazhdoj ta drejtoj bashkinë me personin që ka caktuar apo do shpall zgjedhje. Këtu hyn pastaj debati politik. Sa intereson Ramës të palli zgjedhje, sa nuk intereson. Do të thënë edhe zgjedhje mund të kemi kur të i doj... Po Voltana Ademi deti 4 vjetë në detyrë, pa mandat. Disa bashki? Ose ke edhe Beratin, ke Matin, ke disa bashki që kanë ndërheqjen kryetare të futën në zgjedhje. Ato do hyjnë patjetër në zgjedhje. Pjesëve lokale. Ato 3 bashki do kenë patjetër zgjedhje. Po pra. Varet se kur do të caktohen, por atje është e sigurt që do ketë zgjedhje. Kështu do shihet në kuadër të treve. Po batoni hyri pak te tema e rinumërimit që... Te vazhdimi. Që është shumë e rëndësishme dhe që keftuar Ruan Baqin.
Rinumërimi i votave që po bëhet në KQZ dhe Jo, po te kemi të... kontestimi. Jo, e kemi tani atë. Po pra, po e ceku batoni. Mos i cek gjërat të... Ceku e Pa cek. Arçu. ne do ishte ta vazhdonim ne me që ceku. Ja, tani. Përgjigj pyetjes pa u bë. Po, Gjithatë, kryeministri nuk na ka lënë të kuptohet që zoti Velia i ka ndonjë shans qoftë edhe minimal të vazhdoj të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Qoftë edhe duke Zero pritur, shans. po, qoftë edhe duke pritur procesin. Kështu që në planin politik, në qoftë se bëjmë një lexim të zgjedhjeve dhe të procesit kryesisht në Tiranë, mund të aludojmë se kandidatët më të votuar, për shembull, qoftë nga mazhoranca apo qoftë nga opozita, do të jenë nesër ballë për ballë njëri tjetrin në Bashkinë e Tiranës dhe kanë filluar të qarkullojnë emrat. Në qoftë se për shembull nga Partia Demokratike Jorita Tabaku përmendet si emri më i votuar, lakohet si një kandidate e mundshme potenciale madje edhe për të marrë Partinë Demokratike, nga ana tjetër si të marrë Jorita Tabaku që atua. Jo, dua të them këtë që Një vapa bën të vetën. Qose Rama do ishte i bindur që opozita do futet në zgjedhjet e Tiranës ose në zgjedhjet e 5 miqërokare, i shpallte sot zgjedhër. Po mund të mos... Rama ku ta gjej që të futet në zgjedhje ata. U lë dhe në i bashkimi le. Në një berazë në një matë. dua të them në vëmendje diçka. Sepse në momentin që ata futen në zgjedhje, Njëve që ka marrë PD, takon Berazin. në momentin që futen në zgjedhje, I gjetë bëtë. Rama mbyll kapitullin në 11 majit me ata. E mbyllë, thotë. Por duhet të sjell në vëmendje diçka. Adriana Kalaja, që ishte kandidate e opozitës në zgjedhjet tani, bëri një denoncim nga i cili në fakt është tërhequr dhe nuk po flet aktualisht publikisht, duke thënë që votat që i kanë shkuar zonjës Tabaku janë orientuar politikisht nga Partia Socialiste dhe zoti Rama. Kështu që në kushtet kur Sali Berisha kërkon atë status quo të qëndrojë në Partinë Demokratike, le mos të përjashtojmë ndoshta edhe një marrëveshje në zë që Partia Demokratike të marrë nesër Bashkinë e Tiranës, ndoshta me zonjën Tabaku, ndoshta Se nuk është Bashkia Rrëshinit, është Bashkia e Tiranës. po mund të jetë, po Tiranës nuk është shumë. diçka do marri dhe opozita, se 83 mandate. Gjysma popullsisë është... Tani të kalojmë... Okej, Mendon të Rama kështu si ti, nuk do ishte Rama. të presim që do ndodhë nëse Mund të zgjash pra. zoti Rama bën zgjedhjet e BSH, por duhet Ishtator, duhet edhe opozitat paraqit kandidatë, doktori mund mos paraqit, thotë Abileka e tani gjendja e rënduar duhet. Precedenti E rënduar, shtoni dhe vapën. Ktu kalon çik. Shtoni pak dhe vapën. Ta shpjegoj çik këtë, dhe të kalojmë se kjo na çon deri në numërimin si logjik. Pra kemi opozitën që po ndjek një proces. Dhe po thotë zgjedhjet janë fars. Apo jo? Po? Në qoftë se opozita i mbahet saj që zgjedhjet janë fars, atëherë nuk mund të hyjmë në zgjedhje me Ramën, nuk mund të hyjmë në një fars tjetër, ndërkohë që është duke denoncuar e duke luftuar për të fars. Në momentin që opozita do hynte në një fars tjetër, ose në zgjedhje të tjera, me gjuhën zyrtare, atëherë ka hequr dorë nga farsa ose e përdor farsën për të justifikuar veten, apo jo? Dhe në këtë moment opozita humbet kauzën e farsës së 11 majit. Dhe kjo është shumë e mirë pritur nga Rama, i cili është duke parë opozitën sot që nuk janë një zgjedhje. Kjo është dhe e njëjta gjë po ndodh në KQZ, që përmendi Batoni sot. Pra opozita thotë që unë mora pjesë në një fars. Zgjedhjet u morën nga bandat, votat u blen, kartat u mblodhen, policia u përdor dhe administrata e tjera, dhe e kërkon farsën te kutitë e votimit tani. S'ka logjik me kjo, stis. Pra, në momentin që kërkon farsën te kutitë e votimit, farsa legjitimohet. Pse e hapin kutitë ata me gjithë dëshirë? Sepse e din që aty legjitimohet farsa. Aty në momentin që hapen kutitë dhe s'del asgjë, thotë ku është farsa këtu? Çfarë ndodhi? Unë me ty kam pajtohem në gjitha këto, vetëm një arsitim ndoshta për debat që mund të lindë. Një opozit e cila është e hidhëruar edhe që jep epitet farë zgjedhjeve, me gjitha të e bën një presion. Këtu se di a pajtohem me logjikën politike që edhe. Se për mu, një logjikë që është një epitet që opozita jep zgjedhjeve si farsë, duhet kërkonte me çdo kusht zgjedhjet në Tiranë. Duhet bënte presion për ta vërtetuar. Unë nuk besoj që ajo duhet me besu në farsë, por unë mendoj që opozita ka një element tjetër, që nuk i fiton zgjedhjet, edhe
në Tiranë. S'është e sigurt se ka kandidatin e duhur, nuk e bën betejën. Pra, Tu nuk po më flen kjo. Nëse mundesh me marrë që tu pak këto se... Qoftë se opozita thot, pra opozita duhet një, kjo është një gjë që opozita edhe mund ta bëj. Unë mendoj, unë mendoj që në momentin që shpallën zgjedhjet, opozita do marrë pjesë në zgjedhje. Jo, natyrisht. Po, a duhet ta bëj presion? Do e riushqej vetëm me iluzionin që mund të marrë një bashki si Bashkia e Tiranës, e cila mund ta mbështesë pastaj në përtuar zgjedhjet e përgjithshme të tjera, ose edhe për të mbajtur partinë në mënyrë klienteliste, sepse ne ajo që ka krijuar të urrëtie të qytetarëve ndaj klasës politike është pikërisht klientelizmi që ato kanë ushqyer nëpërmjet pushtetit lokal dhe qendror. Jo, domethënë, nëse ti me një bashki dhe me ato ushqen disa njerëz të cilët mbajnë partinë e fortë, si thoshin ndaj që ata e protestuesin që vinin te PD-ja, vinin nga Kamza, se PD-ja kishte bashkinë e Kamzës, dhe ti forcon partinë nëpërmjet klientelizmit në pushtetin lokal ose qendror, atëherë ke shpresa të vish pushtet. Në qoftë se e merr një bashki për të qeverisur, është tjetër çështje. Çështja është s'ka pushtet momental. Qoftë edhe ky me 83 vota, që mund ta refuzoj kërkesën e opozitës për zgjedhjen në Tiranë. Jo, Rama ku ta gjejmë? Problemi është, Të po themi? nuk e dojnë. Rama ku ta gjejmë të mbyll një farsë, të hap një farsë tjetër. Tash. Farsa. Rama po ju legjitimuan zgjedhjen 11 majit. Nuk intereson fare për këto zgjedhje të pjesëve lokale. Sigurisht që do i fitoj. Tirana e interesant, Do i fitoj, po nuk i intereson çfarë ndodh në kuptimin e rezultateve. Ikim tani nga se kaluam të zgjedhjet, e lamë e rua me Rinvelien, iku kjo pjesë tani, kalojmë të hapen edhe kutitë e fjerit. Nderuar të rishikues, në gjithë të vap përvluse, si që thamë, u dha urdhër nga lartë, nga kush i jep urdhrin se haroj dhe emrat unë zakonisht që të hapen kutitë. Kasi, bën kasi ato. Kasi ka urdhruar Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve. Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve ka urdhruar që të hapen përveç shkotive të Tiranës, janë sa gjithë Republika bashkë, tani hapen edhe kutitë e fjerit. Batonte ju në Kosovë hapen vazhdimisht kutia jo. I gjithë Ballkani u bë kështu, mos kemera. Gjithë Ballkani hap vazhdimisht. I gjithë Ballkani është i hapur. Me thënë këtu mbarojnë, kontestim, gjitha mbyllen, Ballkani hapen prapë. Ballkani hapur. Të gjitha janë... Dhe kot nuk është ajo Ballkani hapur. Të nësë përbot qeveria ka 4 muaj. Ka 4 muaj, aty mblidhen çdo ditë, më. Votojnë të njëjtin njeri që nuk votohet. Po. Po këta e kanë një gjë. Po, gjitha kjo të regon... Kërtive është loja më e bukur e verës. Gjitha kjo të regon që ne, si rajon, nuk kemi lidhje me këtë sistem, vlerash. Kosova është bërë si Belgjikë? Çfarë të regon kjo thua ti, po për para se të tregosh ti, se çfarë të regon kjo, unë do të pyes tani sa i gëzuar dhe, apo ndoshta dhe i trishtuar, është kryetari i Fjerit, për hapjen e këtyre i Partisë Demokratike. Zoti Luan Baci. Kryetari i PD-s. I PD-s. Po ai do të kryetari i PD-s, apo jo? Ai, mirëmbrëma. Ta bëjmë një qartësim të vogël, nuk jam kryetari i PD-s në Fier, kam 4 vite që e kam dorëzuar atë mandat. Ka dorëzuar. Kryetari i PD-s në Fier. Unë nuk e di. Zoti Rapi Gjika, Kush është? deputet i Kush është? Aty? Rapi Gjika, kryetari i Degës Fierit. Se kemi djona një Rapi. Po. Rapi Gjika. Është një muzeqar. Muzeqar, ha? Rapi. E po shumë mirë. Shumë mirë, një Rapi do jetë aty, se s'ka... Shikojnë këta, të gjithë. Se këta... Vape madhe. Është pak vape. Në fakt, po atë në studi duhet jeni fresk, sepse ju ka Jo, vapa. nuk të lëshon këtë djali Lega Meksi, nuk të lëshon ajrin e ftohtë të gjithin. Është vapore. Tani, çfarë është kjo hapje tani? E ndihmon Fierin Partinë Demokratike apo nuk e ndihmon? Hapja e kutive, rihapja, se hapja ishte në fillim që u bushën, numëruan. Spari më lejoni të them që si kërkesë për hapjen e kutive të Fierit është nga Partia Shqipëria Bet, nga koalicioni Shqipëria Bet, nga zoti... Kërkesa e ati që kisha studio unë? Po. Nga zoti Lap në studio pak më parë dhe ka qenë pyetur në fakt. Zoti Lapa e pas ka bërë këtë kërkesë? Se ka ofër një mandat. Mbështetje. Këta s'kanë arsye me
Pa tjetër që është mbështetur, jo, zoti Lapaj për së vërtetës ka një rezultat surprizus në Fier, ka rreth mbi 9.000 vota që ka marrë, dhe me pa tjetër mendojnë, shpresojnë që pse jo, mund të marrin një mandat në Fier, duke ja hequr Partisë Socialiste pa tjetër, dhe kjo do t'ishte në të mirë të opozitës në të rësini që ose të t'ja mirënin, s'ka asgjë të keqe. Partia Demokratike ka mbështetur me anë të 2 antarëve të saj që ka tek Kasi, dhe me kërkesën e këtyre 2 antarëve është miratuar hapja e kutive. Por kjo nuk do të thotë legitimim i farsës elektorale, ashtu si që ju diskutonit pak më parë në studio, duke thënë se këto bie në një kontradikt, absolutisht që Partia Demokratike jo vetëm thjesht e denonson si fars, por besoj të gjithë jemi dëshmitar të sjelljes së fakteve dhe provave konkrete për të farsë elektorale që ka qenë në zgjedhjet e 11 maj. S'ka asgjë të keqe që përtej kësaj të vazhdoj dhe të verifikohen ku të dalin të tjera fakte dhe prova për të vërtetuar farsën dhe jo për ta legitimuar atë, siç mund të shikohet nga një këndvështrim, nga këndvështrimi disa analistëve që bëhet shpesh herë nëpër studio. Pra, është një tjetër këndvështrim, mendoj unë, që ne e mbështetim dhe e mbështesim të gjitha ato vendimarrje që janë për hapjen e kutive në të gjitha qarqet, apo në qarqet të caktuar, apo dhe kuti të veçanta, për të vërtetuar farsën elektorale. Vërtetimi i farsës elektorale nuk bëhet thjesht vetëm me këto, hapja e kutive nuk është legitimim i farsës, përkundrazi, atë i thash pak më parë, kjo i bën një transparencë më tej publikut, po sidomos opinionit ndërkombëtar, dhe më lejoni t'ju sjell disa fakte për Fierin, që në fakt i kam bërë me dije në disa studio, po kalojnë kështu si për ciptas. Po ju sjell një shembull dhe një fakt konkret. Ditën e diel në Fier është bërë problem një qendër votimi. Qendra e votimit 31-34 fraksion 1, kur është hapur kutia e votimit, në kutinë e votimit janë gjendur 47 flet votimi, nga 527 flet që duhet kishte qendra në bazë të numrit të votuesve që ka qenë të regjistruar. Pavarësisht që unë e kam denoncuar ditën e diel, madje rreth orës 9 paradite me informacionin që merrni nga përfaqësuesit tanë në KZAZ, por absolutisht nuk mori vëmendjen e duhur. I kanë bërë thirrje SPAK-ut që të hetoj këtë veprim të KQZ-s. KQZ-ja ka dhënë një urdhër ku fletët e votimit të kutisë 31-34 fraksion 1 të plotësoheshin duke marrë flet votimi nga kutit të tjera, nga qendra votimit tjera, dhe janë marrë 150 flet votimi nga një qendër tjetër votimi 34-31, numër 34-31 dhe 150 flet votimi nga 31-35. Qendër votimi tjetër. Pra kanë marrë 150 flet në një qendër votimi, 150 flet në një qendër tjetër, i kanë shtuar tek ato 47 flet votimi që u gjetën tek kutia që duhet kishte 547, i bën 347 dhe vazhduan procedurën sikur nuk kishte ndodhur asnjë gjë. KQZ-ja nuk shprehet, SPAK-u nuk shprehet absolutisht. E solla si shembull se këto ekzistojnë proces verbale, janë fakte. Veprime që janë bërë me urdhët të KQZ-s, i kanë bërë përfaqësuesit e KZAZ-s në Fier të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, dhe janë veprime që duhet të hetohen. Pra, është një shembull, to 500 flet votimi, ku kanë vajtur, ku kanë shkuar, nuk dha asnjëri, asnjë përgjigje dhe nuk mban. Pra, definitivisht, zoti 500 flet votimi janë shpërndarë. Jemi okay. Për 3 kutar. Zoti Baçi, definitivisht ju mendoni që hapja e këtyre kutive do të legalizoj edhe më tej farsën elektorale? Jo do të legalizoj, po shprehen ndryshe nga ajo që unë thash. Do të diskreditoj. Do të diskreditoj edhe më tej. Nuk as e legitimon, përkundrazi është një hapësirë më shumë për të bërë transparencë dhe për të parë shkelje të tjera që mund të ketë. Sipas të paktën flas për Fierin, duke nisur nga kërkesa që e ka bërë koalicioni Shqipëria Bëhet. Patjetër që përgjegjësi duhet jetë e komisionerëve të dy partive politike. Pra jo duke thënë që edhe sikur të largëqoftë Kasi në këtë temperaturë të thotë të hapen përsëri, edhe pas sa mbyllje akoma më shumë diskreditohet.
Bëj shaka. Edhe njerë. Pra, përfundimisht, kjo është një kërkesë e bërë nga Shqipëria Bet, por ju, Partia Demokratike, do të shoh, do me thënë, edhe njerë, më shumë ndoshta, se si këto zgjedhje janë interpretuar si një farsë. Apo jo? Mendoj se po. Okej, falenderoj shumë. Jo, pritë se kemi... Ja, ka diçka, Batoni? E para, për ne që merim me fjallën, dhe me fjallit, të thushë ne kemi gabim dhe kjo kontradikt është e paqëndrueshme, tregon se atëherë kur Partia Demokratike përdorën fjallën farsë, është banalizim i fjallës. Pse është banalizim i fjallës? Një proces, kur do të legjitimohet, nuk i jepet një epitet kaq i lartë, negativ, çfarë është farsa, dhe pastaj kërkon legjitimim përmes numërimit. O njërin o tjetrën, të dyjat nuk shkojnë bashkë, më vjen keq. Shikojeni, ndash me shkenca politike, ndash me fjallorin e gjuhës shqipe, ndash me fjallorin e gjuhës angleze, ndash me kontradiktat që japin këto dy epitete, këto nuk shkojnë bashkë. Zoti Axhia, e pare punës, thash, jo gabim, po thash dy këndvështrime të ndryshme. Këndvështrimi juaj është gjithmonë i tillë, sikur edhe një veprim tjetër të bënte Partia Demokratike, sikur mos të mbështeste këtë nisë për shembull të zotit Lapaj në qarkun e Fierit, apo vendimarrjen për hapjen e kutive në Tiranë, përsëri unë jam i sigurt që do të kishte analistë, për shembull juve do të ishte ndër të parë, do kishte një këndvështrim tjetër që të keni gjithmonë vend për studio, për ta parë në këndvështrimin që duhet të jetë në opozitë me vendimarrjen që do të kishte ne, për të jam i sigurt. Pra unë thash një këndvështrim të tillë që mendoj se qëndronte kjo. Po marr syto pse? Do të thoshit juve? Ma bëj arsye Jo, ma bëj arsëtimin e farsës edhe legjitimimin e numërimit. Ma bëj arsëtimin politik. Arsëtimin politik të farsës ta bëra konkretisht, ma me një fakt konkret të 500 fletëve të votimit ato e di si që në Republik. Nuk po shprehen dhe nuk po jep një mendim se çfarë veprimi është ky dhe çfarë qëndrimi duhet mbante KQZ-ja dhe a duhet spaku të niste një hetim kryesisht me gjithë të denoncim kemi bërë në media për të kuti votimi, ku kanë kaluar, ku kanë vajtur dhe si janë përdorur 500 fletë votimi. Do t'ju lutesha një përgjigje për këtë. Ndërsa pjesa tjetër, zoti Axhiaj, ju a thash dhe pak më parë, është çështje këndvështrimi nga ana juaj, do të kishte këndvështrime të ndryshme, s'ka një këndvështrim dhe një të dhënë për gjithmonë, por këndvështrimet tuaja janë nga këndvështrimi analistit. Ne, si parti politike, Partia Demokratike, shikojmë që nuk ka asnjë të keqe nga transparenca. Dhe di do mendimore. Nuk ka gjithmonë mendime për këndvështrimet. E kam fjallën për koherencën një, koherencë të mendimeve politike dhe logjikës politike, edhe dyta, po flas për banalizimin e fjalës se epiteti farsë është pika më e lartë e komunikimit publik për një... Pikërisht, se është e tillë, është farsë dhe nuk ka pse t'ju dhëmbi, kjo fjala farsë. Jo, mos më dhem mu, nuk kam dhimbje one, zotëri. Fare nuk kam dhimbje. Unë e kam fjallën, me qenë se po bëjmë një debat, dhe po bëjmë një kërkesë publike për votuesit, dhe për një deputet, ka disa elemente që nuk shkojnë. E para, ju në një proces parazgjedhor, keni pas kritikat e ashpra ndaj Lapaj, dhe nuk keni dashur të bisedoni për një bashkëpunim parazgjedhor. E para. Për kundrazi. Jo, prit ta përfundoj. Tani vazhdo të arsyetoje. Ju i keni ofru Lapajt, i keni ofru që në fillim një muaj më herët, ose një muaj e gjysmë më herët, që të fillon, që të bëni atë bashkëpunimin parazgjedhor. Me refuzimin e tij, ju pastaj keni marrë një kurs tjetër të diskursit publik, kundër ti dhe kundër tjerve, që është legjitime, por nëse po flasim për legjitime, atëherë keni hyrë në një proces që quhet pragmatizëm ekstrem. Cili është pragmatizmi ekstrem? Ajo ku mungon koherenca dhe vlerat të cilat ju i folni në publik, i eliminoni gjitha dhe pastaj
pragmatizmi ekstrem, edhe pse është një oksimoron në komunikim publik, ju I keni bo bashkë, nuk shkojnë këto dyja. Krejt e kundërta, saj që ju thoni. Mirë, ma thoni se une një mendim kam. Një mendim kam. Në qoftë se ne nuk do të pranonim që të hapeshin kutin, në qoftë se ne nuk do të pranonim që të kishte transparencë sa më të madhe me publikun, atëherë pa tjetër që do të ishte një gabim I rënd që kërkonim të fshinim se çfarë problemesh të tjera ka në kuti. Derisa një parti politike, që është parti opozitare, kërkon që në qarkun e Fierit të rishikoj, të rinumëroj votat e subjekteve dhe të kandidatëve, atëherë, përse ne duhet të amohojmë të drejt për transparencë me publikun, nuk besoj se... Ja, ta thëmë me njëherë. Nëse në numrimet e fundit të Fierit, dalin votat, që janë të sakta, dhe ju nuk keni sukses, dhe votat ose numri deputetve mbetet po I njëjtë, ky është legjitimim klasik, dhe pastaj farsa, jo që s'ka kuptim, po duket banale, dhe njerëzit që mendojnë politikisht I analizojnë gjërat e analizojnë fundin, jo vetëm fillimin sa për të bënë një teatr. Dhe ju për bëni një teatr që s'ka kuptim. Ti e kërkon të ne që... Ju thoni në qoftë se, po në qoftë se... Nuk e ndronë do të që thënë doktorit tani për farsën. Ti kërkon ndrimin e farsës tani? Jo, shiko, problemi është kjo. Në zgjedhje, në gjitha zgjedhjet që janë bërë në Shqipëri, ka pasur probleme me fletë të votimit, me vullat, ikën një sekretar, shajën 2 komisioner. Këto nuk kanë vënë një zgjedhjet në pikpyetje, nuk kanë bërë farsë zgjedhjet këto. Të thua që zgjedhjet janë farsë, dhe unë nuk I njoh, do më thëmë problemet janë shumë të rënda. Po të bëjmë të rezultati është I paravendosur. Zotin Baçi ta largojmë. Jo, se replika ishte me ne, kështu që ta vazhdoj replikës. Pa të vazhdojmë me Baçin dhe ti, dhe pastaj mbyllim me Zotin Baçi dhe vazhdojmë... Pra, dhe kur Partia Demokratike kërkon të na bindë për farsën, duhet në tregoj se si u paravendosë rezultati. Jo se si ndodhën 5 incidente në kutit e votimit dhe 7 vota u shtrëmëruan dhe 15 fletë votimi su gjendën. Sa më shumë të gjendën. Në sekund të mërë. Aqë më mirësh. Po të thot një gjë tjetër... Por juve nuk mund të kërkoni në institucione. Në qofë se është bërë një farsë, farsa është bërë në bashkëpunim me këto institucione. Ti thua që është bërë farsë, farsa në qofë se është bërë në bashkëpunim me KQZ-ën, është bërë në bashkëpunim me KZAZ-ët, është bërë në bashkëpunim edhe me komisionerët tuaj në komisionerët e qendrave të votimit dhe policinë e shtetit. Është bërë në bashkëpunim me Spagun që kishte një task force. Dhe ju thoni pse Spagun nuk I merr, po Spagun qoftë se është farsë. Spagun ka bashkëpunuar me farsën. Pra, ju edhe futeni brenda sistemit, dhe thoni, ne do gjejmë zgjidhjen, dhe pastaj thoni pse nuk na ndihmojnë ata që bën farsën, që zbulojnë farsën. Tani ata e kanë bërë farsën, apo do zbulojnë farsën? Askush nuk po kërkon ndihmë, askujt kërkojmë zbatimin e ligjit. Kërkojmë zbatimin e ligjit dhe jo ndihmë nga askush, nuk kemi nevojë për të kërkuar ndihmë, zbatimin e ligjit. Dhe jo që kërkojmë ndihmë që gabuar. Farsa nuk mbarojë me zbatimin e ligjit. Farsa edhe zbatimi I ligjit s'ka kuptim. Duhet të ketë një logjik pra. Vota është blerë dhe është deformuar përpara se të vejë në kutinë e votimit. Po pse po I rinumëroni? Kjo është farsa. Po çfarë numëron tani? Po më fërça po numëron tani? Patjetër që nëse më dëgjuat me vëmendje dhe më dëgjuat pak më parë për në Fier flasin që është kërkesë një partie tjetër. Po në Vlorë kërkesë e PD-s, po në Tiranë. Koalicioni që ka arritur. Minutë më o zotri, që kërkesa ka gjithandej të Partisë Demokratike. Edhe në Tiranë, edhe kudo tjetër, që do të ketë dhe ka kërkesa për rinumurim, kjo nuk humbet Ata janë të gjithë këshumë ose këshumë? Farsa aty ngellet. Gjithë lista e mbyllur këshumë? Zoti Baçi, sështë aty, sështë problemi. Ma dhe për tikun, për opinionin kontar, për ndërkontarët me vazhdimësi. Nuk e humbet kjo. Zoti Baçi, problemi është... Po, problemi është kjo, Zoti Baçi. Konkludon në Juve, juve po mundoheni të argumentoni farsën aty ku nuk gjendet dhe kjo mund të rezultojë një dështim. Po argumentojnë farsën, ju lutem, po... Ju mundoheni të thoni, të ca kuti votimit, ca flet votimin Fier, i gjetëm ne dhe kjo është... Ju është si punë e naftës në rajonin tuaj, që është këtu dhe ju e kërkoni në vend tjetër. Nuk po kundërshtoj farsën. Zoti Luan. Po kundërshtoj në mënyrë se si ju po mundoheni të argumentoni dhe të zbuloni.
Farsa nuk argumentohet dhe zbulohet shumë. Mundohet të analizojnë ato që unë që thash pak më Pra parë. këta kolegët, zoti Luan. Ju lutem atë gjë se Ja një sekundë. Kolegët tu në studio po këmbgulin që farsën ju po e kërkuat aty të numri votave të nuk e këto. kërkojmë aty. Aty s'ke gje, thonë këta. Por pse votulloheni te një gjë? Po jo, po ashtu më thënë fillim që do të regohet kjo. Me që po flisim për numërimin, pastaj. Atëherë unë të falenderoj shumë që na ndihmove. Jo, vetëm një fjalit, lutem. Po jo, po jo. Zotit plastojnë timi ato fjalë si kanë thënë. Farsa përjashton çdo mundësi për legjitimin institucional. Prandaj s'ka kuptim. Edhe gjysor po deshe, jo politik. Ore ka thënë doktori aty si s'pas ka kuptim tani. Çfarë thot ky më? Dgjoj. Një sekundë. Po unë mendoj që tu ta mbyllim të moment ta shpjegoj vetë. ka thotë Bashin veten edhe. Tashi, në zgjedhjet e 2021-shit, mbaron zgjedhjet, rezultati ishte shumë i ngushtë. Zoti Berisha doli të nesën pas nesër tha, vota vdiq pa u futur në kuti. Dakor? Pra çdo gjë kishte përfunduar. Dhe tani, zoti Berisha del për ditë dhe tregon ngjarje që kanë ndodhur sipas tij përpara se të hidhej vota në kuti. Dhe kjo është gjithë fabula e Partisë Demokratike. Pra gjithë shteti ka funksionuar në shërbim të kësaj qeverie për të manipuluar, për të blerë, për të menaxhuar votat para se të hyjnë kuti. Po kjo Otela, një sekundë. Po jo pra, Kjo duhet vërtetuar. po them. Ta pe gjujnë ashtu. Akuzat janë ndodhur para se të hyjnë kuti. Se ju duhet ta vërtetoni këtë mos, se mund të thoni ju tani që Tani, Ylli, Patjetër një sekundë. po pra, Dhe po të kthejmë prap, po të kthejmë përsëri. Po të kthejmë një sekundë, po të kthejmë prap në 2021-shin. Në 2021-shin, do të tregoj një moment vetëm. Jo, një moment. Komisioni Evropian do të dërgojë mision fakt mbledhës në Shqipëri për farsën elektorale. Pra, janë depozituar konkrete, prova konkrete. ore, ata janë të qartë. Ai është i qartë e di përmendër çfarë do të thotë mo zotri tani. Ne po i themi atij, po i bëjmë pyetje të çuditshme. Ore, është një farsë thotë ai e Ai gjitha. është njeri politik morbur. Kur është njeri politik, ai duhet me pas një qartë, një logjik politike. Unë ato e numëroj si njeri i cili po komunikon me 5 Ore, qa kërkon ti mo zotri që ai të ketë logjikë mbi doktorin, no? Veç doktorit. Ajo problemi Ajo ti. është farsë më. Ajo problemi ti, Ylli. Ka thënë doktori dhe pik. Ajo problemi ti, s'është imi. Zoti Bashit falenderoj shumë. Edhe njerë më litni se më kaluat më hoqët, zotin Bashit. Ndërpret në një mënyrë shumë... Janë të WhatsApp-it. Dhe kjo është logjika ime. Faleminderit Faleminderit shumë, ha? Pëlqen apo si pëlqen një shtetë. Faleminderit shumë. Kjo farsa tani, me çdi ti tani, kjo farsa, deri kur mbaron vërtetimi, vllase? Me çdi unë dhe me çfarë dini juve, dhe me çfarë dini gjithë qytetarët dhe të gjithë ju e shikoni, që kjo farsa është një farsë e vërtetuar tashmë dhe ju këtë e dini. Në më thënë është mbrëllë vërtetimi, duhet? Koment fundit. Po, është farsë elektorale. Mitro nuk bëri komente dhe da bëj shumë shkurt edhe ky një koment të fundit. Zoti Baçi, mua më duket sikur ju po e trajtoni Partinë Demokratike pas zgjedhjeve ose opozitën, po themi, si në kushtet e një shtatzanie të padëshiruar. Ndjes për analogjinë. Pse e them këtë? Sepse nuk keni bërë asgjë për ta shmangur këtë, madje ju në thonjza bët dashuri dhe me atë përdhunusin e votës, e bët pa mbrojtje, bët bashk atë kod elektoral që bët, dhe nuk bët asgjë për të mbrojtur atë deformim apo tjetërsim të votës në fazën para zgjedhore, qofte edhe më herët se sa 2 muaj nga sa fillon fushata, mund ta kishit bërë 3 vjet më përpara, dhe mbas zgjedhjeve, komisionerët tuaj, madje dhe përfaqësuesit e partisë tuaj, mund t'ju a them me integritet që nuk kanë shkuar as fare as në qendrat e numërimit kur janë hapur këto kutit që u rihapën tani për të... Kanë shkuar fare të atje? Për të qenë prezent aty. Kështu që bët një akt para zgjedhjeve që tani po mundoheni të legjitimoni në një farë mënyrë humbjen e Partisë Demokratike dhe as pak atë farsën që me të drejtë mund të kenë ndodhur siç u thash por para zgjedhjeve.
ne mundohemi të vërtetojmë farsën, madje thjesht e vërtetuar është, por për ndërgjegjësuar. Ka qenë vërtetuar para. Sa për kodin zgjedhor, se kemi dhe lidhje dobët. Të them që absolutisht jam dakord që ky kod zgjedhor nuk është kodi zgjedhor i duhur dhe normalisht duhet ndryshuar. Për këtë jam koshient dhe jam plotësisht dakord. Është një kod zgjedhor më i keq i mundshëm që mund të ketë pasur vendi ndonjëherë dhe nuk është përfaqësim dinjitos. Por e kemi shpjeguar, ka qenë një kod që është miratuar edhe nga ne në kushtet që ishim, ku kërkohej vota e diasporës dhe Partia Demokratike duke qenë që ishte pro votës. Nuk e keni bëj ju si Parti Demokratike, e ka bo doktor Sali Berisha. Vetëm maj për t'i mbyllur lista. Është kryetari i Partisë Demokratike dhe patjetër që është zë i fuqishëm dhe patjetër më lejo të them zoti Haxhia që për hir të vërtetës po mos ishte doktor Sali Berisha, Partia Demokratike nuk do të ekzistonte më se ju sulëm për ta zhbërë në këto 4 vite, por mbijetoi dhe u përball në një fushë të pabarabartë, në një ndeshje të pabarabartë dhe arriti përsëri në kushte shumë të pabarabarta, në një sulm të papar, në një pushtet të bërë njësh me shtetin, në krimin që ishte bashkë me pushtetin, të përsëri 500 e ca mijë qytetarë shqiptar të votonin Partinë Demokratike në kushte të tilla të pabarabarta. Nuk është gjë e vogël. Farsa vdiq, në fjalor farsa fjali. Zoti Baçi, faleminderit shumë. Edhe unë ju falënderoj. Kënaqësi ishte. Faleminderit. Gjithashtu. Do me thënë farsa është vërtetuar, thoni ju. Jo, për çdo fjali e... Faleminderit, natë e mirë bashkë. Jo, natë e mirë. Natë mirë. Më shkruan dhe Aslan Dogjani, për shembull, që këta kanë qenë të pangohur thot në vjedhje, kanë vjedhur para dhe gjatë numërimit. Edhe gjatë numërimit? Po, të votave. Unë kam kërkuar numërimin në Tiranë dhe jo partia, thot. Partia më ka mbështet. Votat janë vjedhur Partisë Demokratike dhe gjatë numërimit, thot. A kupton? Kjo 3 fish bjen farsa. Mi pra, brenda partisë po ta lidhe me 2021-shin, edhe një këndvështrim tjetër. Kodi zgjedhor parashikon që 10% e kutive të votimit të rinumërohen nga KQZ-ja, për të kuptuar nëse në short. Numëruesit kanë luajtur votat, kanë... është si sondazh. Dhe në tetor të 2021-shit u numëruan 550 kuti. Asnjë përfaqësues i PD-s apo i PS-s nuk shkuan te KQZ-ja për të parë se si shkonte numërimi. Në fund të ditës, nga 550 kutit e numëruara, kishte ndryshime minimale të votave, 5-6 votave për një parti apo për tjetrin, që hyn në kuadrin e gabimeve njerëzore. Tani, çfarë po kërkojnë? Në zgjedhjet e 2009-s, mbasi u mën zgjedhjet, Edi Rama ngriti çadrën poshtë kryeministrisë dhe thoshte hap kutit ose largohu. Dhe meqense në atë rast nuk u hapën kutit, në kodin zgjedhor u bën ndryshimi dhe thanë 2 përfaqësues së KAS-it kanë të drejtën të kërkojnë rinumërim, sa duan ata. Dhe për herë të parë ne po shohim shifra të çmendura, po të them. Pra po kërkojnë rinumërimin e 1200 kutive në Tiranë, e 560 kutive në Fier. Do kërkojnë të njëjtën gjë për Elbasanin dhe për Durrësin. Pra praktikisht duan të rinumërojnë 2500 kuti që janë gjysma e kutive të Shqipërisë. Dhe nuk kemi më kushtet e ditës së zgjedhjeve dhe ditës votimit të numërimit, ku numërojnë gjithë Shqipërinë me shumë njerëz. Këtë punë tash duhet ta bëjë KQZ-ja. Dhe ky është ngërç i jashtëzakonshëm për KQZ-n. Është kohë fizike e jashtëzakonshme, kërkon para për të bërë kjo punë dhe në fund të ditës mund të ketë edhe abuzime me numërimin. Dakor? Aq më tepër në momentet e fundit kur kanë mbaruar votat e partive dhe ka filluar votimi, numërimi i kandidatëve për deputet, atje mund të ketë patjetër mund të ketë pasur lëvizje të numrave, me proces verbale, manipulim të votave. Por gjithë kjo periudhë kërkon shumë kohë dhe ne nuk e dim aktualisht se kur do përfundojë ky proces. Pra mund të përfundojnë deri në fund gushtit dhe në shtator të jemi gati për kuvendin tjetër apo jo. Kjo është e gjithë periudhë ngërçi edhe politik, po edhe fizik për KQZ-n. KQZ duhet të ketë një numër të jashtëzakonshëm numëruesash që kjo punë vijojë dhe të mbyllet brenda një afati normal. Disfata e opozitës nuk është fare teknike, se nga ana teknike Bashkimi Evropian ose BE-ja vlerësoi procesin në kuptimin. Disfata e opozitës është politike dhe mbajtja e debatit, e fokusit debatit tek ky proces për mendimin tim. Po doja nga një anë mund përfitojnë në kuptimin e përfiton kohë. Pra, këtë që po bëjmë për ditë, denoncimin e farsës do ta vazhdojnë sepse në kohë në KQZ
do numërojnë... Do ishte legitime nëse do dilte farsa, dakor. Dhe mund të ketë patjetër, pra ata pretendojnë që të ndihmojnë Lapajn për të heqë mandatin e Zeqines dhe ta marri partia e Lapajn. Plotësisht legjitime aty, dakor. Pretendojnë që në Elbasan të ketë ndryshime të numrit të votave kur janë numëruar kandidatët, ndoshta për Saramilen, ndoshta për kandidat të PD-s, votat e cilëve mund të kanë kaluar për llogarit PS-s kur u shkrefën themi gjithçka, pra nuk ishte më interes. Po renditja e deputetëve mund ndryshojnë me këtë rinumërimin? Nuk ka shans. Numërim i votave të partive, jo i votave të kandidatëve. I partive, jo i... domethënë, Përveç votave të partive do një... S'ka kërkesë për votat e kandidatëve? Jo, kanë, pra kandidatët tash kanë bërë kërkesë për rinumërim. për shembull Dogjani ka bërë kërkesë për vete. Po, jo. Edhe Dogjani për Tiranën për shembull. Po, pra, edhe në Tiranë. Kjo është tjetër çështje. Tiranë. Pra, edhe në Tiranë dhe në Elbasan, edhe më vonë dhe në Durrës, njëjtë gjë, pra kur të hapet kutia. Sa mund të jetë devijuar vota, Votat janë të ndarë, ti merr votat e PS-s, si numëron Në rastin më të mirë, partisë zotit Shaj të ikën një mandat në Tiranë, në rastin më të mirë. Si? Po pra po, edhe Tiranë, po doja kërkon. Ky është një proces që mund të vazhdoj pafund nëse merresh me gjithë kandidatët. Atëherë ky proces sot Abilekaj mund të vazhdoj pafund. Ai i Fierit. Po ku mund të mbarojë në zgjedhje tani këtu? Mund të kërkoj të rinumërojnë votat e pavlefshme në Tiranë, se janë 17.000 votat pavlefshme. Mund thonë hajde i rivlerësojmë prap nga e para, janë të vlefshme të pavlefshme. Kështu që ky proces mund zgjas shumë kohë. Pra ky është ndodhet një proces rutinor, teknik. Për shembull, do bëjmë gabim që se thirrën, po ndoshta herën tjetër se tani nuk kam shumë ditë se ku lesh, themi ne. Në 40 kuti që kam analizuar, më thot Dogjani, pamjet në 35 kam patur shkelje. Ka lëvizje votash, proces verbalesh, proces verbalet nuk përputhen me realitetin. Ka shkelje të shumta që ndikojnë në rezultat. Shumë nga PS më kanë falenderuar. Ka afat 10 ditë sipas kodit për t'i rinumëruar. Shiko, shkeljet në bazë të kodit zgjedhor është kur numri i votave të tjetërsuara, ose të pavlefshme, ose të diskutueshme, është më i madh se diferenca mes partive ose kandidatëve, atëherë quhen shkelje. Nëse ti ke një diferencë, 10 vota, dhe shkeljet kanë të tjetërsuar 5 vota, nuk ka asnjë shkelje. Gabime njerëzore. Ato janë parregullsi pastaj. Gabime. Kur mund të mbarojnë këto votime, thoni ju? Po nëse vazhdon kështu me kandidatët, si çdo tele. Asë me të korrekt. Me partit do zgjasë shumë, do zgjasë 2 muaj. Aktualisht janë 1800 kuti. Po të futet dhe Durrësi dhe Elbasani. Po futet dhe kandidatët tuaj se 1800 kuti. Nuk futet, a dikur futet Durrësi dhe Elbasani. Nëse ka shkarje serioze të votës. Jo, 2 antarë të kasit tonë, ne duam të rinumërohet. Po, edhe kjo është një modell me Elbasanin dhe me Tiranën. Edhe kjo mund bëj. Ndodhe njëjta gjë. Ja, ma shumë se 2 nuk besoj. Pse? Du të ketë shkarje serioze të para një teknikisht kjo edhe kaset duhet të pranoj me kampion njerë. Njerë 20% votave. Nëse do shije që ka parregullsi të mëdha të 20% të votave dhe hapim të tjera. Po të hapësh dhe e dyta është që ky debat që bëjmë ne sot, a ka zgjedhje të lira në Shqipëri apo jo? Bie. Ky shndërrohet pse e ke shkuar 2 herë plusin, pse e ke bërë një bisedë idiote banale, që nuk ka asnjë vlerë për atë që duan të diskutojnë. Ka vrarë idenë e vetë Partia Demokratike. E ka vrarë idenë dhe konstatimin për zgjedhjet. A ju kujtohet Rushdia 2009? U hap Rushdia e famshme, u hap, dhe nuk u gjetën të do shkeli që pretendoi PS-ja. Tani, më shkruajnë që edhe spaku pasaj ndrynë, në qoftë se ka devijime të tilla. Të ndalimit e komisionerëve arrestime, jo. Po spaku ndrynë, kur e vërteton që ato janë krime zgjedhore, pra që janë bërë me dashi. Qartë. Kemi për të diskutuar dhe një pikë tjetër, me pak minuta, dhe ta kemi relativisht e shkurtër, pse populli i dënoi partitë e vogla, e themi në mënyrë metaforike, se dënimi nuk u dha, po i dënoi në... U menduaj që ato do menin dhe pushtetin. Kisha Lapaj në këtu, në pjesën e parë, më thënë ai një deputet ka marrë, goxha vota kishte marrë, po themi, 63.000, 64.000 dhe një 14.000 kanë vjetur, thosh, se kanë thoqin për shembull votor Lapajn, por idhja partisë tjetër, që e humje votit në këtë rast, më thënë, quaj vote e hetur gabim. Dhe ai llogarisë 80.000, kisha Lapajn, folëm gati një orë bashkë, për Shqipëria bet, ai kisha idenë prapë që Shqipëria bet.
do bet. Në dëgjuam. Shumë mirë, e dëgjuat ju. Unë nuk e kam shumë këti Në dëgjuam, edhe i foli për një proces pa rregull zgjedhor. Foli edhe i Në tonë proces në pa rregull. Tani, e ndoj që të lapajnë qarë të thajt, gjitha, si e mendoni tani për partite vogla, pse populli nuk dha votë? Ka disa arsye të njësun me që... Unë mendoj që kjo njerëz ka të bëjë me strukturën tonë sociale që reflektohet pastaj në strukturën politike. Çfarë do të thotë kjo? Në mendimin tim, në Shqipëri, përjashtoj qytetet e mëdha, që janë kryesisht qytetet e Shqipërisë mesme, Tirana, Durrësi dhe Elbasani, në përgjithësi elektorati është i ndarë në dy grupe të mëdha. Njerëzit zgjedhin të kenë një përkatësi politike tek partitë e mëdha, tek ato që kanë pushtet ose marrin pushtet. Sepse ne kemi shumë zhvilluar klientelizmin politik, një, e dyta është që varfëria është shumë e shpërndar dhe njerëzit e shohin si një zgjidhje përkatësinë politike. Dhe duke qenë kështu, ata nuk e ke shumë të vështirë të gjesh një elektorat gri në qytetet të vogla ose në përfshatra dhe më tutje pastaj, në ndarje më të vogla administrative. Kështu që elektorati ngri do të kërkosh vetëm në qytetet mëdha. Fieri për shembull është një qytet i madh, me një qark i madh ku ata kanë marrë votat. Durrësi dhe Tirana janë përgjithësi shikohen nga partitë e mëdha si hambare, sepse struktura sociale e tyre është ndryshe. Pra bizneset janë në këto zona. Ata profesionistët e lirë janë në këto zona. Njerëzit që nuk kanë përkatësi politike, po kanë përkatësi profesionale. Dhe e ndjejnë veten shumë të lirë për të zgjedhur në varësi të interesave të tyre profesionale ekonomike. Për shembull, nëse bëhet ligji për profesionet e lira, që do urisësh taksat dhe do marrësh siç u bë, dhe do marrësh më shumë të ardhura, atëherë profesionistët e lirë edhe në gjykatë kushtetuese, po kur vjen dita e zgjedhjeve votojnë kundër qeverisë. Qartë. Sepse ata nuk kanë përkatësi politike. Ata janë raca, është ajo shtresa e mesme që është raca më tradhtare politike, nuk kanë bindje fanatike, nuk asociohen, nuk kanë përkatësi politike. Kështu që kjo është arsyeja kryesore që pse partitë e vogla kanë vështirë të çajnë në Shqipëri. Sepse është një strukturë e tillë që nëse nuk e shikojnë që kjo do jetë një parti fituese, një parti që do marrë vërtet pushtet, dhe përkatësia e tyre duhet jetë gjatë dhe përfituese në kuptimin klientelist, atëherë ata nuk e mbështesin, po shkojnë tek ato partitë e mëdha. E dyta pastaj është që një parti e vogël duhet funksionojë si parti. Pra, të shtrihet thua ti të ketë nuk kemi asnjë parti, këto parti që kemi partitë e jetë institucion tuaj i hapur. Që të funksionojë si parti, që të jetë hapur. Që duhet të Përgjithësia janë të identifikuara me një person, i cili është kryetari, i cili nuk zgjidhet. Po, edhe sistemi bilega i nuk ka asnjë faj. Sistemi i penalizoj. S'është problemi aty, po nëse ato shndrohen parti, atëherë rritet dhe grupet e interesit vinë aty dhe përfaqësohen. Sepse ndjejnë që mund të përfaqësohen. Qartë. Por nëse është një parti personale, si ku do përfaqësohen grupet e interesit? Apo jo, nëse ne kishim për shembull një parti si LSI-ja, bie fjala, dikur kur u krijua. Ishte një parti që u krijua në bazë të disa grupeve të interesit brenda PS-s dhe jashtë PS-s. Njerëz që merreshin me biznes, që merreshin me ndërtim, që kishin parë raport me qeverinë Meta, apo jo, njerëz që kishin vërtet interesa edhe klienteliste, edhe parimore. Të cilët pastaj u zvogluan me kalimin e kohës, por pati një cikël që kur LSI-ja arriti kulmin dhe pastaj u zvoglua. Por LSI-ja, pavarësisht se ishte një parti e Ilir Metës, gjithë e dinin, funksiononte si një parti, kishte forume, kishte përfaqësime të ndryshme, njerëzit kishin mundësinë që në zonat e tyre të paktën të kishin një vendimarrje, ndërsa këtu te këto parti vendimarrja është personale, funksionimi i institucioneve është pothuajse inekzistent dhe ne nuk e shohim, dhe si rrjedhim përfaqësimi është inekzistent. Ju thatë zoti Rakipi që ata i penalizojnë sistemi, por në fakt është e vërtet deri diku kjo, por ata në një farë mënyrë e penalizuan edhe vetë. Se nuk u sollën si politikan në çfarë kuptimi, po sigurisht. Nuk bën një koalicion nga ku mund të dilin me 17 ose 18 deputetë do ishte ndryshe raporti. Pra nuk e gjetën gjuhën, nuk u sollën si politikan, edhe pse janë, si thuash, kanë hyrë rishtas në politikë dhe tani po hyjnë në skenën politike, por nuk provuan që janë ende
ende në fazën që të sillen si politikan. Se në qoftë se kemi parë në të shkuarën zotin Rama bashkë me zotin Meta, zotin Berisha bashkë prapë me zotin Meta, këta nuk e arritën që për hir të, si thua, të një opozite të re, të mund të gjenin gjuhën e përbashkët që të dilin në një koalicion dhe kësaj të kishin edhe një dinamik dhe një peshë tjetër politike në parlamentin e ri. Qartë. Paton, Ti kishe shpresë që këto mund të dilnin të merrnin në jo ato që prendon ato, sigurisht, po që të ishin formë. Jo në këtë fazë, unë e kam përvojën me LSI-n. LSI-a ka qenë, është kriju si produkt i një betejë të fortë brenda Partisë Socialiste, i refuzimit meritokracisë për shkak të një kryetari me diskurs fort, çfarë ka qenë Fatos Nano, dhe i bindjes e tij gati me arrogancë se ai vetëm mund të fitojë zgjedhjet. Dhe LSI-a u bë një lloj partie e cila e moderonte ose në një farë mënyre e përcaktonte pushtetin. Nga vitin 2005 deri në vitin 2017. Dhe ke pas gjatë kësaj periudhe dhe partitë të vogla, dhe koncepti i këtyre partive të vogla nuk ishte ideologjik dhe idealist, por ishte sa për të hyrë brenda pushtetit dhe për të përfituar sa më shumë nga të qenit afër partive të mëdha. Dhe e kanë bërë me shumë zel dorën zemër. Dhe ky mosbesim të qytetarëve të Shqipërisë është bukur i gjatë, se partitë e vogla kanë kaluar ose kanë votuar në momente të caktuara në mënyrë skandaloze. Domethënë, ju kanë dhënë pushtet më të madh partive të mëdha, kushdo që ka qenë pushtet, të pamerituar dhe kanë marrë ose janë korruptuar edhe politikisht, edhe ideologjikisht. Dhe ky korruptim ka ndodhur vazhdueshëm. Ky mosbesim duhet shërohet disi. Prandaj partitë e vogla në këtë fazë ose kanë qenë pa suksesshme. Kjo është një arsye. Arsyeja e dytë është kompromisi që e kam bë me fushatën, me diskursin, me mënyrën se si janë paraqitur publik. E para, i kam pas dy elemente të cilat nuk janë mjaftueshëm të qëndrueshme. Se Edi Rama dhe Sali Berisha janë në pushtet një kohë gjatë, që është një argument, që është e vërtet se ata janë një kohë gjatë dhe në një logjik politike ishin dashur të largohen nga politika. Por jashtë kësaj nuk ka pasur si arsyetim politik pse ata duhet të jenë në krye të Shqipërisë dhe të udhëheqin Shqipërisë. Dhe mendoj që betejë aty në ka qenë e vogël, betejë aty në ka qenë që të jenë parlament dhe asgjë më shumë. Dhe dorën zemër që të jemi hiç zotin Qorri, të gjitha partitë politike të tjera, të vogla, janë korruptuar brenda asaj fjalisë e madhe Shqipërisë madhështore, 28 parti më rendit, është ofendim. Në një koalicion është ofendim, se s'mundet të ketë 28 parti me afërsi kaq të madhe. Fatos ishin dhe partia. Po, megjithatë, gabimi Partisë Demokratike që i futi 28, ata kanë menduar që kanë bërë mirë, por realisht ai ka qenë ofendim. Futja pa kritere. Ndonjëri kryetari i partisë mund të ketë harruar të ketë vajtur për votim. Dhe e dyta, dy partitë, edhe zoti Llapa edhe zoti Shehaj, dorën zemër edhe pse moralisht e kanë ndërtuar rrëfimin e tyre si parti të pastra, rrugës se njerëzit flasin, se janë gjëra ditura. Kanë bërë gjëra të cilat fare nuk dallojnë nga partitë e mëdha, fare është Partia Socialiste, Partia Demokratike, që koketimi me njerëz të mediave, me situata kur kanë ndërtuar raporte këtë gati korruptive për të gjetur hapësirën, e jo për gjetur diskursin, i ka bërë që të duken ashtu siç janë. Prandaj duhet shumë besim për ta rikthyer veten në një garë politike. Dhe tek e fundit, individ çfarë janë zoti Llapaj edhe zoti Shehaj, intelektualisht, me diskurs,
do t'jenë më të zhutë se sa Berisha edhe se sa Edi Rama. Do në zemër nuk janë. Kjo problemi. Edhe pse i kanë një gjatësi politike. Ose doktori nuk mund t'jetë njeri tani më Po, unë e thash, sa i përket moshës biologjike, të dy nuk do duhet t'ishin. Jo, sa i përket moshës biologjike, të dy nuk do duhet t'ishin, se janë shumë gjatë në politikë. Por, a është kjo mjaftueshme për të krijuar një leadership të ri? Unë nuk besoj. Kjo është ajo që... Cila ti si mendon tani këtë? Nëse ne do kishim shifrat që morën partitë e vogla në këto zgjedhje. Nëse ne do t'i kishim këto shifra në 2013, në 2017, në 2021, të gjithë besoj do ishim vlerësues për numrin që ata do merrnin si vota. Në zgjedhjet e 2025-s, për herë të parë besoj, ka pasur një terren shumë më të hapur për partitë e vogla. Pra kishim një qeveri 12 vite në pushtet me të gjithë problematikat e saj, kishim një opozit të dobësuar në kulm dhe hapësira e mundshme për këto partitë vogla për të marrë vota ishte e madhe. Dhe ne prandaj themi sot që rezultati i arritur prej tyre është gënjyes. Sepse të treja forcat e pompuara edhe në media, me dëshirën e mirë që të ketë alternativë tjetër përveç asaj që është në qeveri dhe kësaj që është në opozit, nuk arritën të kthehen në forca reale politike. Ishin shkëndia. Ne kishim 3 individ të identifikuar, që secili prej tyre kishte një grup pas vetes dhe thoshte jam parti. Ne shohim edhe në mitingjet e partive gjithmonë opozit, mitingjet që bonin në shesh, edhe ata përpiqen të zgjidhnin nga një përfaqësues të publikut, një mësues, një inxhinier, një profesor, secili prej tyre thoshte një fabul. Ne kishim zotin Shehaj, zotin Lape dhe zotin Qori në çdo studio televizive dhe njihshim vetëm individin. Mendoje sikur zoti Lape përveç tij kishte edhe ja 5-6 persona të tjerë publik të interesuar për ndryshimin, të interesuar kundër asaj që qeverisë dhe kundër kësaj tjetër si bon opozit. Besoj se përkthimi në votë do ishte shumë më i madh. Por ata luajtën si lojtar të vegjël që interesonte diçka e vogël e momentit dhe risku i tyre është se çfarë do bëjnë ata në zgjedhjet në 2027-s dhe në zgjedhjet 2029-s. Do të thonë sa fuqi do kenë. Ja, po më tha mua, Shqipëria do bëhet, do kemi të. Po, është me të thënë. Problemi është me të bërë, thuhet. Dhe mua më duket shumë e vështirë që gjatësia e tyre të jetë e madhe dhe votat për ta të rriten. Koketimi me pushtetin edhe partitë e mëdha është gabim serioz. Sepse do e kenë dhe në vështirë në parlament, dhe atje në parlament do e kuptojnë se sa vlerë ka thjesht një deputet apo tjetër. Me në një fjali e dua këtë dhe ta mbyllim. Ore, mos ndoshta dhe ne jemi një popull që nuk i pranojmë gjërat e reja. Jo. Vdesim me atë që kemi, mo. Ka ecur diçka numri votave. Shumë dhe shokën verë vdiq vetëre, ose vdiq vetë, atë jo që ne, bustin e të vdekur, këtë metalin, e morëm metalin e hoqëm zvarë, të sheshi Skënderbej aty, vu makina, e një zvarë, nuk i lanë një paper, pa i sishte, pa i s'pa gje. Shokën verë. Dhe këta... Si jam aty dhe pranoj dhe të më rajnë. Po, dhe tani, mos ndoshta deri në fund vazhdojnë këta, jo doktori do vazhdoj deri në ditën e fundit, larg qoftë se doktori do roj gjatë. Po dhe dramat mendoj unë do gjatë do vazhdoj. Dhe ndoshta nuk pranohet më. Mos jemi dhe një popullatë kështu që nuk e pranojmë. Pra po, sepse gjithmonë kjo lidhet me dëshirën për të qenë pranë fituesit, të jesh me fituesin, pra o me atë që është në pushtet o me këtë forcë më të madhe në opozit. Dhe këto të tre duhet të tregonin forcë që të merrnin të mlidhin sa më shumë vota, të kishin sa më tepër bindje. Këtë gjë nuk treguan, pra. Nuk treguan që janë forcë reale politike. Ky është problemi i tyre. Sa? Unë e shikoj me zhvillimin e shoqërisë këtë. Në shoqërisë e këtu e kam dhe unë, domethënë atë që e thash për ne si populatë, për ne të gjithë, se mos përjashtojmë veten ne orë. Në feudalizmi, ky feudalizmi politik që përshkruan ju, si feudalizmi politik. Feudalizmi ra do kohën e vetë, thuati. Kur në shekullin 14 filluan për të parë të dinin ta zejtarët e vegjël, njerëzit e lirë, qytetarët e lirë quheshin këta. Pra këta që nuk vareshin nga feudalët, këta që kishin mendimin e tyre, këta që kishin kundërshtim në feudalëve. Dhe me shtimin e këtyre arrin deri te revolucioni borgjez pastaj, që kemi shoqërinë e sotme. Një shoqëri e zhvilluar që ka shumë njerëz të lirë, që ka një stres mesme zhvilluar, që ka njerëz që nuk varen nga asnjë parti politike për vendin e punës, nga shteti, që nuk varen as nga kryetari i bashkisë, as nga i komunës, as nga ai tatimeve për të bërë apo jo biznesin. Që kjo shoqëri e zhvilluar, kjo është shoqëria që
sjell terren pastaj. Një shoqëri e zhvilluar me një parti si Macron, që ajo Macron do e bën president më një herë. Një shoqëri e zhvilluar me një parti si edhe ajo Grekja, që është shoqëri e lirë dhe e zhvilluar, me një parti si ajo Siriza dhe e sjell në pushtet më një herë. Po dhe mos. Cinque Stelle me një herë, kur ishte kriza, kur bie klasa politike, sigurisht, kur është në krizë, siç është në Shqipëri, një klasë politike për 35 vjeç pasi rezultat. Duhet të ketë patjetër një reagim, dhe ne themi kush ky reagim, pse nuk shkojnë të tjerët? Ja, pra, sepse nuk janë liruar nga vargojnë të partive të mëdha. Dhe kur largimi nga vargojnë të partive të mëdha është largim prej klientelizmit, pra është largim prej nevojës që të kesh lidhje me shtetin për të jetuar. Me pushtetin dhe me shtetin, pra me pushtetin lokal, me pushtetin vendor, qendror. Në momentin që largohesh nga kjo dhe je qytetar i lirë dhe ke një biznes ose ke një profesion tëndin, nuk ke atëherë shijet e tua politike fillojnë ndryshojnë bëhen të lira dhe voton një forcë të re, voton kundër një kësaj klase politike. Dhe po ti shohësh rezultatet e tyre e partive të reja, janë të tilla, janë në ato vende ku shtresa e mesme është më e zhvilluar, ku qytetarët e lirë janë më shumë. Unë besoj që s'kemi gjë apo jo, Matej. Jo. Nderuar të shikues, tani këto kishim ne, u përpoqim, thoshim në një gjë. Jo se e keni ndjekur, faleminderit që duhet ju themi, ruajuni nga vapa, ha? Bëni përpjekje sa më serioze, që të ruajeni nga vapa. Por ne do vazhdojmë në misionin e ardhshëm, ditë e njëjtë. Vap, jo vap. Përsëri këtu, vap pa vap. Ne jemi detyruar ju, për vete ju e dini tani. Faleminderit shumë. Faleminderit të nderuar kolegë. Faleminderit. Natë e mirë.